thjesht me një fjali, atëherë po kalojmë në një sistem tjetër botëror, nga sistemi i institucioneve globale e zhvillimeve ku institucionet globale kanë llafën e parë dhe të fundit, po kalojmë në një sistem të ri ku shtetet sovrane bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe ku faktori ekonomik dhe deteranca ose mbajtja e distancës ndërmjet fuqive janë faktorët kryesorë që mbi të cilat bazohet ky sistem dhe që po të shikoni lëvizjet e fundit, vizitën e presidentit Trump në Kinë, vizitën e presidentit Putin në Kinë pas kësaj vizite. Marco Rubio është në Indi, sot është kuadrupli, dje dhe sot kuadrupli, pra që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia, Japonia, Korea e Jugut. Po shikosh vizitën e presidentit Brazilit në Amerikë, ndërkohë në sfondin e zhvillimeve të lindjes mesme ose të krizës në Iran, bëhet tashmë e qartë se katërshja Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Rusia dhe India janë më shumë më të koordinuar se më parë në përpjekjet për të çuar botën në zhvillime të reja të larg konfrontimeve konfliktuale, por një faktore me bashkëpunim ekonomik ose konkurrencë ekonomike të dyja bashkë, domethënë, pra ku faktori ekonomik do të luajë rolin kryesor dhe faktori ushtarak do të jetë i rëndësishëm nga pikpamje gjeopolitike dhe gjeostrategjike për të mbajtur deterancën, për të garantuar pra një lloj sigurie të vendeve reciproke ndaj njëri tjetrit, se nuk është se vendet me njëherë u bën miq edhe i fshin gjërat, por ky është një faktor ushtarak ose paqen nëpërmjet forcës që thot presidenti Trump, është faktori i cili mban të sigurt sigurinë reciproke të këtyre vendeve ndaj njëri tjetrit. Në këtë kuadër ne do shikojmë edhe zhvillimet, edhe që ato pozicionimet që do të marrë Gjermania, Franca, Anglia, Italia, po doni edhe vende të tjera, dhe do të shikojmë se atëherë faktorët që do të përcaktojnë integrimin tonë në Bashkimin Evropian nuk do jenë më kaq lehtësisht të kalueshëm, sepse Bashkimi Evropian i duhet të përshtatet në një situatë të re globale dhe të shikoj me vëmendje të ardhmen e tij, jo më si një mundësi që gjithçka të jetë